Sesioni parlamentar është mbyllur dhe qeveria ka hyrë zyrtarisht në pushimet verore, por politika shqiptare mbetet larg qetësisë. Nisma e Partisë Socialiste për reduktimin e numrit të bashkive ka shkaktuar kundërshtime edhe vetë brenda strukturave socialiste. Në disa bashki janë zhvilluar protesta, ndërsa më e fundit u mbaj sot në Fusharrës. E pavarësisht reagimeve, mazhoranca duket e vendosur ta çojë përpara nismën. Propozimi tashmë është publikuar dhe në faqen e Kuvendit dhe mban firmat e anëtarëve socialistë të Komisionit Posaçëm për reformën administrativo-territoriale. Siç u paraqit edhe në materialin e përgatitur nga Departamenti Editorial, harta e propozuar nga Partia Socialiste nuk prek vetëm organizimin administrativ të vendit, por mund të prodhojë dhe pasoja elektorale. Ndërkohë, për reformën zgjedhore, PS dhe PD duket se kanë adoptuar një gjumë të zbutur. Diskutimet pritet të rinisin në shtator pas një ndërprerje prej gati 3 javësh. Për të diskutuar këto zhvillime, kam në studio zotin Dashamir Shej, kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, ish deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Mirë se erdhët zoti Shej, kënaqësi të jeni në studio. E nisim me reformën administrativo-territoriale. Partia Socialiste ka bërë të qartë tashmë propozimin e saj, reduktim të numrit të bashkive nga 61 në 46. Ajo argumenton se reduktimi i numrit të bashkive do të rrisë efikasitetin e administrimit vendor. Ju si e shihni, zoti Shej? Është e nevojshme pra një reformë është e nevojshme kjo reformë apo më shumë po diktohet nga interesa elektorale? Kjo qyerën e parë nga interesa elektorale diktuar, dhe i ka dhënë fakt efektet. Në farë mënyrë. Jo i ka dhënë, por janë të dukshme të matshme në të gjithë territorin e Shqipërisë. Për këtë punë u bë atëherë në 2014-15, kur u bë. Fatkeqësisht opozita nuk mori pjesë. U tërhoqë, s'kam kuptuar kurrë pse u tërhoq. Atje sepse s'eram dakord në një propozim që ishte i logjikshëm, që i afrohet kësaj që po bën opozita sot, që rreth 80-90 bashki. Po nuk është problemi ke numrit, se njerëzit tu s'po e kuptojnë se ku qëndron esenca një reforme. Tashi kjo që bëjnë tashi, nuk është gjë tjetër vetëm zgjatimi i asaj që u bën 2015, tendenca. Çfarë bëri Edi Rama atëherë? Megjithëse këto dolën jashtë loje, vetë dolën në një farë mënyrë, e bëri siç e mendoi vetë. Edhe mendoi gabim. Por do të them për shtetin e mendoj gabim, sepse dhe atëherë u përdorë po të njëjtat ide që janë sot, që ne do kursejmë para, do rrisim eficiencë. Në fakt ideja ishte që kursejnë rreth 80 milion euro. Jo vetëm se kursejnë 80 milion euro, pa administrimi lokal kërkoi edhe një 40 milion euro tjera. Imagjinohet që në 10 vjet se sa para janë humbur. Domethënë pjesa ekonomike nuk vleti, që është një gjë e kotë. E dyta pjesa administrative, sigurisht që s'vleti, apo qahen tash këto, që s'ka eficiencë administrative. Pse s'ka? Sepse u konceptu gabim që në fillim, domethënë elementi bazë u bë elementi elektoral. Kush ishte elementi elektoral? Këtu ishin gati 400 komuna, 380 sa. Edhe bashki që ishin shumë. Edhe unë dojsha t'i bësha 90 në atë kohë, 80 sa. Si që duhet dhe sot, e kupton. Çfarë bën këto? Komunat i kthyen në njësi administrative. Do të thonë nga njerëz të zgjedh i kthyen në njerëz të emërum. Ditën që është i emërum, po marr Tiranën për qark. Tirana kishte 11 njësi administrative, 15 komuna. Do të thonë 26 njësi. Tash këto u zgjidhshin. Mirë keq kishin një lloj detyrimi që t'ju qytetarëve t'i bënin një shërbim. Kishte edhe i balans, një lloj ekuilibri njëri tjetër. Këto të shite 25 i emron kryetari Tiranës, Veliaj, në rastin konkret. Dhe i emron në funksion të dëshirës elektorale, suksesit elektoral. Kush e bën këtë punë mirë? Bujari, po. I kujtë e Bujari, është i PD-s, s'ka rëndësi. Kujtë mbledhi votat është i për PS-n. Edhe atë punë kam bë. Dhe në fakt rezultati në Tiranë është bëj i dukshëm. Nga zona rurale në Tiranë është i vjen një 20.000 vota diferencë. Jeriko nuk vini. Pse? Po komuna e Fargës ishe i PD-s, Kashari ishe i PD-s, Dajti ishe i PS-s, kishe i balans këtë mes. Kjo e para, dhe me thënë nga në elektorale u bëgjë. E dyta, të gjithë këto administrata atje që janë kohën, me që janë marrë? Këto janë komitetet vogla partive. Këto marrën 4 vjetë, marrën se si do mbledhin vota. Nuk marrën për hallet e qytetarëve, sepse atë nuk e emron më qytetari. Nuk e zgjedh më.
Tash e mbron kryetari i bashkisë, dhe kryetari i bashkisë interesi që ka, i duhen votat më radh parë. Nuk i duhet as shkolla, as ujti, sigurisht që bëhet diçka si. Tash ma thuj ku është eficienca e kësaj punë. Por reduktimi i tyre, çfarë do ndryshoj? Pra, ju tha që 61 kishte atëre kur u hartua, interesi ishte elektoral. Po tani që kërkohet akoma më pak, do ketë më shumë shërbime për qytetarët? Hiç e fare, absolutisht. Vetëm që tash do ketë më pak administratë? Uroj që të ketë më pak, po realiteti tregoj që administrata është po aty, se komunat i ktheve njësi administrative, njerëzit po aty. Marrin rrogët. Po jere i kohë mersin që të zgjedhur të popullit dhe ishin detyruar minimalisht bënin diçka për komunitetin e vet. Sot e marrin si të mbrom nga kryetari i bashkisë. Ka gjë. Po ta marrësh numrin. Prandaj nuk janë eficiente nga ana financiare, pse po bëjnë mblidh njerëz për fushat, për vota. Tash nëse i ke bashku, presupozohet ti që nuk ka më nevojë për njësi administrative do ketë atje. Po nuk mund të mbajmë 30 veta sa që mbante si komunë, se për këtë punë bë. Një e para. Ta thash, e dyta, shumë këtu merren me teori, unë kam dëgjuar, bëhet shumë. Ore, di që është bashkia? Bashkësi, se vjen nga fjala. Dhe më thënë është një komunitet. Ti do pugjësh njerëzit në bazë të interesave komunitare. Nga kjo fillon filozofia. Dhe këtyre do t'i japë dhe ca kompetenca. Se në qofë se ky po i zvoglon numri e bashkisë, nuk është puna se rriten kompetencat atyre. Ligjërisht janë do të njëjtin statusat. S'ka pse të marrin as para më shumë, ja ka heq ky. Të gjitha ato që kishin pushteti lokal. Mund t'ja kthejnë me ligjin e ri, do ta bëjnë të zbatueshëm. Uroj edhe në këtë lloj. Po unë kisha një gjykim tjetër, i filozofi tjetër dhe nisim gjithnjë nga Tirana, nga qendrat e mëdha. Tiranën lere të lirë si kryeqytet, të merret me industrinë, me kulturën, me urbanistikën, me arkitekturën, apo thuti do prodhojmë dije, do prodhojmë kulturën. Aty është. Tirana Malsi, 5-6 komunat që ishin përpara, bën një komunë atje në vetë. Tirana Fush, bën dhe 2. Jo thjesht se duam të shtojmë disa njësi administrative, po i komuniteti që është aty, i Malsis Tiranës, ka ca interesa përbashkët, çerkaj. Të ruaj pëllin, bëj agroturizm, të i shërbej Tiranës për turizmin, të thash, të mbroj ambientin, të mbroj natyrën. Administrata atyre duhet ketë një specifik në vete që do të thotë do jenë inxhinier të pyes, do jenë ato që merren me blektorin, sa aq është aktiviteti atje. Edhe i specializon dhe këto njerëz. Këto që janë fush, kanë për detyrë, prodhojnë zërzevatet, kanë tjera interesa, vaditjen e tokave, plane urbanistike. Qyteti ka tjetër specifik. Dhe çfarë përfitojmë nga kjo? Ky lloj moduli përdoret për Durrësin, për Shkodrën, për Vlorën, për Firin, për Korçën. Atje ku kemi qendra të mëdha urbane. Nuk ka nevojë ky të përdoret në qendra që urban fshat janë po e njëjta gjë. Edhe kjo çfarë bën? Njëkohësisht edhe i përfaqëson ato politikisht. Ditit ketë në jantar Këshilli Bashkiak nga fshatrat e tjera, asnjë. Ato gjithë funksionarët e Partisë Socialiste, funksionarët e Partisë Demokratike. Që i bëhet shefi, i bëhet një çok, i fusin listë atje. Ai s'ka përfaqësim politik, ai s'ka administrat specializuar për problematikën e vet, ai s'ka zë atje. Domethënë gjithë të këqijat që vinë përfaqësimi që duhet. E fundit, ai është i keq përdorshëm edhe për demokracinë, se ta thash ai prodhon në këtë mënyrë kapilare ca vota, të cilët afektojnë 100. Shkodrën, Firin, Vlorën, tash ai kryebashkiaku i Shkodrës, nuk mund zgjidhet më pa votat e Pultit, e Çoshit, e Dukagjinit atje që kanë met njerëz atje shkruajnë vota. Edhe vinë. E njëjta gjë për Korçën, e njëjta gjë për Lushin, për Firin. Unë them në një periudhë të ndërmjetme, nga 10 deri 20 vjet, kjo që them unë është e blefsh. Dhe kemi puq komunitetet. Sa duhen shtu bashkitë? 20-30 kaqë, s'duhen më tepër. Këtë gjykojë. Pastaj, pushtetin e nivelit 2, që është i egzageruar në Shqipëri, 12 qarqe. Mirë. 2 milion vetë me 12
qarqe, me diferencë madhe numerike me njëra tjetër. Atë e zvoglohet, për mu bëj 4-5, që të ketë një eficiencë aty më të madhe, po jepi dhe atyre ca kompetencë. Pra ju thoni 4-5 qarqe zoti Shehi dhe 20-30 bashki më shumë. Se në qofë se ti... 100, sa propozon Partia Demokratike? Ore, unë them diq principin. Pasaj sa do dalin, o tjetër gjë, e nëzirë ajo. Pra, principi është shtimi tyre. Principi shtimi këtyre për një lloj të thash me përfaqësu komunitetin, me përfaqësu zonat të ndryshme, që kanë specifika ndryshme, ti i ke fut toptan gjithësh. Si atë që rudelet, si atë që do mjelli misër, si atë që do bëj arkitekturën. I ke fut të i vend. Mirë, në fakt, propozimi zoti Shehi ka kundërshtimet, ka sjellë shumë kundërshtime, jo vetëm nga opozita, por edhe nga vetë brenda strukturave të Partisë Socialiste, kryetar të majt bashkiak janë shprehur edhe publikisht që e kundërshtojnë ndarjen. Kjo sepse nuk ka patur konsultime mjaftueshëm? Pashikat, këto janë dyja. Njerë se s'ka pas shumë konsultime. E dyta është edhe, si me thënë, raporti personal që ka ato me pushtetin, se në i farë mënyrë, ato që atje, kryetari bashkisë bashkë me në punësit, humbin një pushtet, humbin zyrët, humbin mundësim për të pas ca investim për të luajtur një rol politik. Edhe kjo është drejtë e tyre të protestojnë. Po, sigurisht, edhe në i farë mënyrë, janë gjitha bashkë. Interesi për komunitetin, interesi personal, sepse në fakt, ke bashkit e tjera, nuk është se po protestojnë. Se njëri procesë, protestojnë të që bashkërijet. Dërsa unë të them, jo vetëm këto që s'ke nevoj me i shkri, po unë do të shtoja dhe që atje, po ku do t'i shtoja? Diku dhe do a shkrija në njërë, që s'ka vlerë. Për shembull? Po, për ku e një të që se s'po i hymë me raste... Por që është e nevojshme? Që është e nevojshme dhe të shkrijet diku. Po diku është e nevojshme të ndaj. Ne duhet vejmë ca regullë, një më radhë partë të thashtë bashkojmë komunitete, ne nuk bashkojmë territore. Territore të zbrasin. Ne bashkojmë komunitete ku ka njerës e para punës. E dyta punës të thashtë, esenca e ligjit duhet jetë kjo, të bashkojmë komunitete, t'i bëjmë më eficiente, t'i bëjmë më përfaqësuese, pavarësisht nga numri, dhe jepi dhe kompetencë. Për që bëhet gjithë kjo punë? Se kështu tha dhe erën e parë. Jo vëti, sot një bashki, plan urbanistik, asë bën vetës, bëhet fjallë. Le ndërtimi, ka 3-4 vjetë që s'japin ma. Edhe u sjellë, thot, i more i përqëndroj qeveria me 4-5 ndërmarrje atë një qatë. Kuptot që arsimi, mesëm, shëndetësia, hiqë ato ambulancat e voglat lagjës edhe hiqë ato qërë dhe kopshë, s'ka nësi gjithë jetë. Të që ma thuj gjithë kjo, e madhe poshte për pjetë Shqipërisë gjurë, për që bëhet për ato që i kanë gjelët? Vetëm me pasru plerat. Se asë gjë tjetër. Kështu që i jepi kompetencët, ato që janë zot do t'a bëjnë, ato që nuk janë zot do t'i blejnë, to projekte e studime. Në qofë se ka disa që janë me humbje, sigurisht që letë jenë edhe me humbje, nuk shqetëson kjo punë. Gjithë botën doftë. Pushteti në Europë mesatarisht paguhet 5-7% e GDP-s për pushtetin lokal. Nuk është lopë pushteti lokal për ta bjerë, në i farë mënyrë. Ajo vjen përderi sa ti mjerë taksat qëndrore, edhe do t'i japësh atyre. Mund të rezultosh dhe me humbje. Mund të rezultosh edhe me humbje. Pushtetuta, zoti Shehi, parashikon marrjen edhe mendimit të popullsisë, pra që të shkojnë në një lloj referendumi lokal. Zoti Rama, ndërkaq, ka parashikuar një konsultim publik deri në 60 ditë. Çfarë mund të ndryshojë? Dhe është i nevojshëm ky konsultim 2 mujor? Kur propozimi tashmë është bërë publik? Po. Këto janë tezat e vjetra të socializmit, to janë prallat kotër që nuk vlen më në shoqëritë moderne. Se ne po themi në Europë. Në Europë s'ka konsultim. Në Europë ka referendum lokal. E pranon ndarjen se pranon ndarjen. Atje në Itali që e kemi këtu më afër, ka komuna si e Romës që ka 4 milione ca banore, Milanos, ka komuna atje maj malit që gjithsejt kanë 1.000 banor, 800 banor. Gjithsesi a i s'ja ka heqë të drejtën. Pse? Pse është një komunitet aje. Vëzhgën bë një territor, runë një territor. Atje caktu. Edhe se me gjeni shkrinë dhe ato se s'pas ka njerës. Ta thesh, komuniteti është bashkimi i njerëzve në një territor caktu.
Atje, ky nuk e ndjek fare këtë Pra ju princip. po thoni që s'ka nevojë për konsultim, mjafton që të nështroj një referendumi. Po, pikërisht pra, po të kishe referendum, kishim demokracia, ato njerëz do votonin për të drejtë. Se në qoftë se ti i qunë të tepër të këto dhe mendon që thjeshtësimi i këtyre hallkave s'ka të bëjë me shtetin, me demokracinë, po bjeri ma shkurte, ma se loti. Sa do me i bë kë? 50, 20, e sa? Ti bëj 30 jetëre, edhe ta hegjë nivelin e dytë. Qarë që e prefektura. Fare se s'ka nevoj, 30 veti nga qeveria ka një komunikim direkt atje, kryetari i bashkisë, s'ka nevoj këto hallkat ndërmjet në të kota e bashkës. Po në qoftë se pushteti bëhet me 3 nivele, bëhet pikërisht për këtë punë. Që ai komuniteti ta ketë afër shërbimin bazë ato atje, që ky pushteti i dytë i ndërmjetmi, që i bën çernierën midis pushtetit lokal edhe qeverisë qendrore, ka dhe ky i rol, se shikon çep një horizont më të gjerë, po që s'ka nevojë për 12 Shqipëri, sepse ta thash ne po rallohemi si popull. Po, si ndryshojnë llogaritet elektorale me reduktimin e numrit të bashkive? Se Partia Socialiste e ka shumicën e bashkive, nga zgjedhjet e 2023. A di se ndryshojnë gjithnjë opozitën ndaj pushtetit, e kanë bërë qytetet. Nuk ka rëndësi. Fillim fare. Kur janë bërë zgjedhjet tu me 31 mars ato të parat atje, gjithë qytetet i fitoi PD-ja, gjithë fshatrat i mori PS-ja, sepse sigurisht që demokracia e ka të vështirë për të njëjtë mal në për kodra, se është malore, ka dhe demokracia ca rregullat vetë. Kështu që me këtë ndarjen e re territoriale? Po, këtë punë është bërë. Çfarë fiton Partia Demokratike, opozita? Partia Demokratike këtë mes, po s'kanë kuptuar gjë dhe legje si duket nuk kanë një hall të madh këtë humbë fitore ato që rrinë atë. Atje se po ta kuptonin që në 2014 do kishin ndërhyrë për të bërë një reformë tjetër. Në qoftë se ka shpresë opozita shqiptare, demokracia në Shqipëri ka nga zonat urbane, nga emancipimi politik, nga mundësia. Prandaj Edi Rama si duhet që të bashkojë gjithë fshatrat e Shqipërisë për të sulmuar, për të rrethuar qytetet, se nga qyteti i vjen reagimi popullor. Tash sa më shumë fshatra puç me rrethu qytetet, si Mao Zedongi, që thotë fshati të rrethojë qytetet, aq më të madhe ka shanse. Pse? Sepse popullata atje është më thjesht e manipulueshme. Kështu që çfarë mbetet bëj tani Partisë Demokratike? Partia Demokratike duhet kërkojë ta thash këtë, që ka vite që e them, që zona rurale me zona urbane të ndalë. Është një princip ky, edhe për liri dhe për demokraci, edhe për eficiencën administrative. Dhe Shqipëria ka nevojë për këtë punë, pak në dhe 20 vjetë tjerë. Ndoshta mbas 20 vjetë, rrugët do jenë ndryshe, sistemet e lidhjes e administrata nuk do jetë më me letra, do jetë online, të që ajo do dhe ca njerë, se mire bërgët i këtu. Po e atje që e marë shërbim, si da bëja e atje. Atëhere mund të bëhesh kjo që ka bëhe drama, se kjo është skema hollandese. Atje po Hollanda është një realitet krejt tjetër, me thonë që është një shekull para Shqipërisë, them që është pak, që nështë është 2. Ta që di aplikon një atje një skem që është për një vend që është në avantgardë, për pothuajse në çdo gjë, në një vend që është i prapambetur i Europës e i demokracisë, se me gjithë treguesit jemi mbrapa. Si ekonomik, si kultural, me vite demokracie jemi mbrapa. Mirë, zoti Shej, do të flasim pak bashk edhe në minutat e mbetura të kësaj bisede edhe për protestën. Bisedën e fundit që kemi zhvilluar së bashku për protestën thatë që ajo se çfarë ka arritur ndër të tjera ky tubim qytetar i përnaçëm është se ka shpresë. Gjë që nuk kishte... Deri dje s'kishte. Nuk kishte imaginuar që kishte një protest e përditshme... pushtet opozit në kaj tjetër. Në mënyrë kaq konsistente çdo natë. Edhe kjo është një gjë e mirë. Gjë e mirë, por që çfarë do arri? Tashmë që ditët kalojnë, po hynë në muajin e 3 të kësaj proteste. Tash se ç'do arri, unë nuk e di. Por që gjaj ka rritë sa gjëra, këtë e di. Këtë nuk e di askush, por duke patur parasysh mënyrën se si ajo po ecën, kërkesat e saj, ritmi që ka çdo ditë më tepër, mund të shkojë drejt objektivit,
në mos të largimit të Edi Ramës për plotësimit të kërkesave të tjera? Sigurisht, sepse, ta thash, njerë që ka rrit, si me thënë, mos bresim ke pika caktume, po në opinion në përgjithë, se politika bëhet me opinion, më bëhet me frym. Një ngritë një frym që ore pas kemi shpresë. Mund dalim nga kjo skema. Po mjafton kjo? Mjafton? Shpresa, nga shpresë bëhet besim. Nga besim pasaj bëhet veprim. Tani jemi deri ke niveli shpresës, po ne s'kishim as shpresë. Kjo është e parë. E dyta thyu frikën, qytetarëve, dalin, s'kanë që bëjnë ma, nuk i trembin dot, të gjithë, të shumicën e trembin. 2. E treta e ndërkombëtarizoj temën, unë nisë me Pelikan kjo punë, po doli që kjo vënd që ka zullum gjithandej. Edhe këtë e mori vesh edhe bota që deri dje se ishe Edi Rama këtë punë. Ishe lakune, kjo është reformatori madhe, po ndërton një, ku që ti të shie kuptun që kjo jo vetëm se ka ndërtu, po kjo ka prish dhe atë që kishim ne të ndërtu. Edhe kjo është gjë e rëndësishme. E katërta, ka qanë një shtek trajektore 3 politikës. Deri dje njerëzit e kam pritë zgjidhen ka opozita. Mi për kjo opozit që sot i ka të regu gjithë limitet e vetë. Atëhere rindërtojmë një marrëdhënie 3 me qytetarit. Dhe fundit fare për mu, që këto i ka bërë, ktheu politikën, tu së bëte më politikë, tu s'kishe vend më për arsyet tim. Si e ka këthy, ma të i ruancën e vete, jo të gjithë ato që hypin tribun për vende i politikë madhe. Kam prodhu dialektik në politikës, që nuk jeni ju vetëm 2 persona këture, pas ka tjerë që mendokan ndryshë nga ju, mendojnë kundër ju, që mund të bëhet raporti me politikën, mund të jeti ndryshëm, nuk është detyrueshëm me kalu pa tjetër ke institucioni partjak. Pra, ju thoni që protesta vrau frikën, po a i ka friksuar, a i ka trëmbur mjaftueshëm Edi Ramën? Politika vion, po u mbyll goxha, le themi, intensive pasi pati përplasje në parlament, por tashmë është qetësia që diktojnë pushimet. Edi Rama mban një takim 24 dhe në 25 gusht me të tijët në Pogradec. Vijojnë diskutimet për reformën zgjedhore, për reformën territoriale. Edi Rama ti maje kut ke qefa. Jo, pyetja është kjo, zoti Shejt, çfarë pritet të bëjë kjo protestë? Po jo, po e ka bërë pra, prit pra, unë të thash 5 gjëra që përmenda unë që janë shumë të rëndësishme këto. I ka bërë gja. Të shi presim që a do dalin e i produkt, do me të thënë elektoral nga kjo punë, se në fund do shkohet për zgjedhjet lokale, administrative, vitin që vjen. A do jetë në gjendje që ta ringrejmë shtator si dallë që shty Edi Ramën jashtë karrikës? Këto janë, po... E ka potencialin? Po, si që ka, po dalin gjithë qytetarët atje në vjesh, së të që mes verës. Se gjërat e mdha e të rëndësishme, unë them që zbët me patalon shkurta, me robe banje, është verdë, që janë pushime, rini janë ato. Mirë që e mbajnë maqë, mirë keqë atje, janë 2000 fansa, janë pëthujse për na. Po shtator do kthejnë njerëzit në punë, do hapen zyrat, do rifilloj parlamenti. Atje të gjithë motivet që e ushqymë protestën në fillim, janë prapë aty, se ka ndryshu një gjë për të mirë këtu. Çfarë ndryshon për 3 muaj? Ndryshon diçka që prapë shkon në favor të protestës, do të ushqej protestët. Çfarë për shkak? Deri dje nuk e dishim ne që që është ky Ermali, ky që është bëjf, që na paska dhe Kështjell, atje, kuptot je, mi po kjo ushqen protestët, do pëson qeverit, po si ky, ato të shpakut mund të hapin një 10 tjerë. Pse, po thuj se gjithë zyrat e rëndësishme të shtetit janë të mushme me kësi historirash. Që gjithë dhe kjo shkon në favor të protestës. Ta thash, ndërkohë ta thash është hap politika. E qartë, po. Janë, po merren me politikë dhe njerëz që deri dje kishin qujtë mbyllur këtë histori, njerëz që janë intelektual, po shkrujt, diaspora është gjallëru. Deri zgjedhjet tjera, diaspora ishte, si me thënë, në një farë mënyre, o në influencën e Edi Ramës, mitingjet e mlaja, patriotike, mbani mandi ato, Milano, Greqi, maj fjallime,
ose të grupeve të vogla opozitare, se aqe kishin fuqinë ato opozita, dhe prunë rezultatin negativ për demokracinë, se votuan për këtë. Mi pësot ajo diasporës zgju, mbush sheshin, mbush mediat sociale, atje po janë me mira njerëz që po e kuptojnë që lukan në rol, duhet lukan rol, dhe rol i rëndësishëm, se kanë gjetë dhe një partner të qetë. Pse nuk lunë rol deri dje? Sepse kishin zgjedhë edhe Rama si të keqen më të vogël. Hajde le të rrikë, thotë, se është si më. Tashi e kuptojnë që atje këto djemt e vajzat e reja kanë marrë një trajektore të re që është pothuajse europiane. E qartë. Edhe ato do mbështesin. Edhe kjo është një fuqi, shtesë për protest. Pastaj, do shkoj si do shkoj deri në fund, kush do jetë produkti final. Unë po them sikur ta mbyllshin nesër. Nesër thonë, u lodhëm e këtë. I kanë lënë brapa Shqipërisë, shoqërisë shqiptare, një lloj revolucioni kultural në një farë mënyrë. Se kur thonë revolucion ato, nuk është se do marrin bajonet, Habsburg. Revolucioni ky është, pra, në Europën moderne, revolucioni është kultural. Ju falenderoj shumë, zoti Shej, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Një hapësirë